presidenti kinez, njëkohësisht edhe kryetari i partisë, kryetari i Komisionit Ushtarak, kryetari i kësaj dhe i asaj me 1 milion funksione të tjera, po në rastin e paraqitjes protokollare presidenti i Kinës, kishte ndërtuar në mënyrë shumë interesante qasjen ndaj çështjes së Tajvanit, pa dyshim në dallim nga shumë herë të tjera ishte çështje që u përmend në fjalimin kryesor, pra do të thotë që për kinezët ishte një çështje shumë e rëndësishme, po mënyra si kishte ndërtuar ishte në formë pyetje dhe përmendje e kurthit të Tukididit ishte a mundet ne ta shmangim kurthin e Tukididit? Pra, si thua, e fton presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës që t'i përgjigjet një pyetje të cilës as ky nuk i jep dot përgjigje. Pra, nuk është se shprehu në një opinion të tillë më shumë se sa hapi një temë bisede me Shtetet Bashkuar të Amerikës. Dhe kam përshtypjen ja e di fare mirë që në rastin e Tajvanit nuk është dhe aq Kina ajo që është provokuesi i ndryshimit të status quo-s, se saj është Pentagoni, po e zbërthej, sepse kur them lobby, kur them kompleksi militar industrial, ata që na ndjekin gjithmonë mundet që në një prej tyre nuk e ka dhe aq shumë të qartë se për çfarë bëhet fjalë. Pra është Pentagoni, Ministria e Mbrojtjes, janë kontraktorët, është dhe Kongresi. Në të trekta së bashku, që kanë mendjen ke paraja, se si do të ndahen parat e armatimeve, janë të interesuar që Tajvani të jetë gjithmonë një çështje konflikti, në një konflikt të ngrirë, për shkak që të konsumojë sa më shumë armatime, në mënyrë që ata të fitojnë, të qarkullojnë dhe të fitojnë sa më shumë para. Dhe në mënyrë fare të vulgare dhe drejt për drejt, mund të themi që nëse fatura e Tajvanit ishte 25 miliard dollar armë, nga cilat 11 miliard tashmë janë livruar dhe mbeten dhe 14 të tjera për cilat presidenti aktual i Shtetit Bashkuar të Amerikës do mendohen dhe do marrë një vendim. Në rast se biznesi që kompanitë amerikane do arrin të gjenerojnë me Kinën ka përcen fitimin për këtyre në krahasim me këto 14 miliard, me siguri që do ketë një pikpyetje të madhe livrimi këtyre. Pra në fund të ditës gjitha politika e madhe e lirive drejtave të njerëzit apo e demokracisë në botë apo e tjera përkthehet në një shumatore shumë të thjeshtë kush gjeneron më shumë para. Dhe se kush gjeneron më shumë para u pa dhe nga përbërja e delegacionit të Shtetit Bashkuar të Amerikës që mori pjesë në këtë vizitë, ku për çudi ne nuk pam pothuajse në asnjë kuadro filmi apo televizioni projekcionin në një zyrtar i lartë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, përveç se këtyre miliarderëve Elon Muskut apo Jensen aty të Nvidias. Kështu që kurthi i Tukididit është më shumë në mendjen e atyre që duan të mbajnë tensionet e ngritura, sepse tash po i kthehem përsëri asaj që përmenda në kryet herës gjeopolitikës dhe strategjisë. Një Tajvan nën jurisdiksionin e Kinës do të gjeneronte një lloj shqetësimi sigurie në Kore dhe në Japoni në mënyrë të veçantë, po ndoshta edhe në Australi apo dhe në Indonezi dhe në vende të tjera, të cilët automatikisht në mënyrë të menjëhershme do të rrisin shpenzimet e tyre luftës dhe ndoshta do të shkonin drejt programit tyre bërthamor. Pra në momentin që Tajvani është pjesë e jurisdiksionit të Kinës, Kina në vend që të ketë më pak të lashe ka më shumë. Dhe Tajvani i shërben shumë herë më tepër kështu siç është, edhe për shkak të problemit kryesor që ka Kina, që është legitimiteti i Partisë Komuniste të Kinës. Për shkak se nuk zhvillohen zgjedhjet lira dhe ndershme dhe gjithmonë është në dyshim nëse Partia Komuniste është legjitime në fuqinë në Kinë apo jo, dhe mënyra se si e vërteton legitimitetin është ose duke përmirësuar jetën e njerëzve, duke mbrojtur të drejtat e Kinës dhe duke pretenduar që do të unifikojë në mënyrë paqësore vendin, po pa përjashtuar përdorimin e forcës. Pra, Kina edhe këtyre që janë pushtet sot e presidentit Xi mbetet në të njëjtën në retorik që nga 1949 apo 1972, 49 krijimi i Republikës Popullore të Kinës dhe 1972 komunikata e Shanghait, ku Kisingeri dhe Deng Xiaopingin apo Chou Enlai në atë kohë patën genialitetin e kohës për të thënë që
kinezët e të dy anëve të ngushticës mendojnë se ka vetëm një Kinë dhe Amerikës nuk i mbetet gjithë tjetër veç të pranojë që ata janë dakord që ka vetëm një Kinë. Pra, kjo është formula, ai që quhet ambiguiteti strategjik, që është në fuqi dhe ajo që mendojnë shumë njerëz sot në botë, që konsumojnë shtypin perëndimor, që Kina po përgatitet për ta pushtuar me dhunë në 2027, 2029, 2035, 2039, 2029. Qind avion kinez. Unë besoj që është më shumë produkt i domosdoshmërisë mbajtjes lart të retorikës luftës për shkak të parave që gjenerohen nga retorika e luftës, se sa vërtet një plan kinez për të sulmuar. Në qoftë se do të gërmojmë në për arkivat e ushtrisë popullore të Kinës, me siguri që ka me miliona variante, sepse ushtrit nuk bëjnë gjë tjetër përveç se përgatisin pothuajse për ditën e një plan lufte, sikurse ka pas bërë dhe ushtria jonë, më kujtohet, kam pas një debat këtu që u gjetën në arkivat e Ministrinë tonë të Mbrojtjes, një plan sulmi që Shqipëria do shironte Kosovën, do mobilizoheshin aq e kaq. Që me sa unë nuk është se kam pasur një informacion të një shkallë tepër sekretet asaj kohe, por jam i sigurt që dhe ai plan i Shqipërisë për çliruar Kosovën ka qenë nga të tilla contingency që bëhen nga dhjetra plane që një shtab i përgjithshëm bën. Pra, dhe në këtë rast mund të gjenden me dhjetra lik që bëhen nga shtatmadhuritë të Kinës, që ndoshta edhe kinezëve kur ju duhet për të ngritur në një tension e rrotullojnë atë burmën e radios për ta ngritur çik zërin më shumë, por nuk ka asnjë logjik reale që të bëjt të mendosh se kinezën 2027 mund të sulmojnë Tajvanin. Për shkak se ekziston gjithë kjo qëndërzim i problematikës së marrëdhënieve midis Kinës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës për Tajvanin, kam përshtypjen prandaj edhe u trajtua në nivel shumë të lartë dhe në mënyrë goxha të sofistikuar nga ana e presidentit Kinës, duke e përdorur në formë pyetje kurthin e